Përshëndetjet e mia kudo që jeni. Merrni përgjegjësitë për jetën tuaj. Gjeni fillimet e reja, duke përpjekur përpara dhe duke përfituar nga mundësitë të reja, aktivitetet dhe këmbgulja. Ju arritni suksese në jetën tuaj. Ju krijoni realitetin tuaj me synimet, mendimet dhe bindjet tuaja dhe ju inkurajoheni të dilni nga zona juaj e rehatisë. Bëni gjërat në rrugën tuaj, duke mësuar mësimet të jetës përmes përvojës. Fjalët, mendimet dhe veprimet tuaja kanë një ndikim në jetën tuaj, që do të ju sjellin mundësi të reja për të rritur dhe kanë një ndikim në rezultatet që ndodhin në jetën tuaj. Prandaj mbani një qëndrim pozitiv dhe përdorni afirmime pozitive për të siguruar se të gjitha ndryshimet që po ndodhin në jetën tuaj të jenë pozitive dhe një jetë e përmirësimit. Jeni të frymëzuar për të marrë veprime drejt ndjekjes së mundësive të reja që po shfaqen në jetën tuaj, në kohën e duhur. Merrni përgjegjësitë për jetën tuaj dhe bëni gjërat në mënyrën tuaj. Bëni zgjedhje pozitive dhe ndryshime që përshtaten me atë që jeni më të vërtetë. Me atë që dëshironi që më të vërtet të jetë jeta juaj, qëndroni pozitivisht dhe optimist për këto ndryshime të arritshme dhe të ardhshme dhe do të shihni se gjithçka po shkon mirë. Prano ndryshimin në jetën tënde. Thirrni veten tuaj më të lartë dhe gëzoj sfidat dhe përvojat të reja dhe jetoni në paqe, dashuri dhe gëzim. Sepse ti ke lindur për të fituar. Bëni atë që ndjeni në zemrën tuaj, është e drejtë e juaja. Besoni që puna që po bëni sot do të sjellë përfitime në jetën tuaj në të ardhmen. Unë jam një me veten time. Unë jam shoku më i mirë i vetvetes. Unë ju falenderoj që ishit me mua.